Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka vijuar edhe sot aksionin për prishjen e mureve rrethuese dhe ndërtimeve pa leje përgjatë segmenteve të rrugës kombëtare në Bashkinë e Elbasanit. Sot ky aksion është ndalur në segmentin Elbasan-Bradashesh. Ky operacion është pjesë e një fushate të gjerë për pastrimin dhe sistemimin e zonave urbane, me qëllim rikthimin e hapësirave publike në funksion të qytetarëve dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe vizuale në hyrje-daljet e qytetit. Gjatë ndërhyrjeve të fundit janë identifikuar dhe prishur disa objekte shërbimi të ndërtuara në mënyrë të palishme, të cilat jo vetëm që cënonin hapësirat publike, por paraqisnin edhe rrezik për sigurinë rrugore dhe urbanistike të zonës. Aksioni po zhvillohet me mbështetjen e forcave të policisë së shtetit dhe të policisë bashkiake, të cilat kanë qenë pranishme për të garantuar mbarvajtjen e operacionit, sigurinë e stafit të IKMT si dhe shmangen e çdo incidenti të mundshëm. IKMT ka deklaruar se ky operacion nuk do të ndalet derisa të përfundojë pastrimi plot i gjithë zonës së prekur nga ndërtimet pa leje. Institucioni bën thirrje për bashkëpunim nga qytetarët dhe subjektet private, duke theksuar rëndësinë e respektimit të ligjit dhe rregullave të planifikimit urban. Në vijim pritet që ndërhyrjet të shtrihen edhe në zona të tjera urbane, ku janë konstatuar shkelje të ngjashme, në përpjekje për të garantuar një zhvillim të qëndrueshëm dhe të lishëm të hapësirës urbane në të gjithë territorin.